Ky mendojmë që është një proces, sepse varet edhe nga se si do ecin zhvillimet. Nuk ndodh asnjëherë brenda javës, brenda muajit, një grup parlamentar ose disa deputet një partie të fillojnë dhe të diferencohen. Atje brenda s'ka shans për? Nuk ndodh kur, por unë prap nuk e përjashtoj, sepse kemi edhe precedent në Shqipëri për shembull. Në vitin 91, Partia e Punës në atë kohë ka fituar 2/3 e deputetëve. Dhe i ka humbur pas një lëvizje, pak a shumë lëvizje sindikaliste ka qenë në atë kohë. Mas një viti e humbur. I ka humbur mas një viti dhe ka marrë mas një viti 27-8% vota, jo më shumë. Pra kur ka lëvizje të tilla tektonike, që bëhen në emër të një ndryshimi, jo vetëm generacional, por edhe një ndryshimi i mentalitetit politik, sidomos në kontekstin kur Shqipëria afrohet Evropës, unë mendoj se nuk mund të përjashtohen reflektime. Partia Socialiste vërtet është bërë një ide pushteti dhe është ndruar në një lloj shtet partie tani me Ramën. Por gjithnjë ka pas dhe ka socialistë që i qëndrojnë, si më thënë besnik asaj historisë tyne dhe ideologjisë së smajtës social-demokrate. Nuk e përjashtoj që kanë ngel njerëz atje. Dhe unë personalisht nuk përjashtoj që duke pa evoluimin e ngjarjeve, do ketë socialist, deputet socialist që do kërkojnë reflektim dhe reagim. Ndërkohë, Partia Demokratike, mendoj unë, me qenë se formalisht e mbështet protestën, deputet... Pak e çuditshme duhet kjo preç dhe e bukur është. Mendoj unë. E bukur. Mendoj sepse... Pak e pandosh. Unë kam pas gjithnjë qëndrimet e mia. Shilloj mos i të ketë ndërhyrje te Partia Saliut. Duke parë përbërjen e deputetëve, prandaj atë po themi. Unë kam pas qëndrimet mia ndaj Partisë Socialiste ndër vite. Dhe ti je dëshmitar apo jo? Qert me qert, jam dëshmitar dhe jam i qartë. Unë kam menduar mbasi bëri kongresin e vet parë si Partia Socialiste, e kam menduar si parti dhe e kam pas si parti më demokratike se PD. Dhe e kam shkruar këtë, e kam zhvillu. Ka ngel atje... Dhe ka qenë një pjesë mirë. Ka qenë, ka ngel një koshiencë. Ka ngel koshiencë, njohim njerëz edhe në protestë që kush tha Tani apo Arlindi, po ka dhe shumë socialistë të tjerë që kanë bërë dhe historinë në PSR, janë pjesë e historisë PSR, ka dhe deputet që e kanë këtë koshiencë, nuk jetojnë në hanë, nuk janë ushtarë, pavarësisht se janë vu një pjesë me listë mbyllur, po aty ka dhe plot që janë zgjedhur me votë. Ata mendojnë, ata kanë mendime të tyre për disa aspekte të protestës që kam pa unë, janë të befasuar, domethënë janë në një farë mënyrë të prekur nga disa akte që nuk kanë të bëjnë me thelbin e protestës, se kemi biseduar me ta, por duke parë që ditët shkojnë dhe protesta kanalizohet në atë drejtimin që ka marrë dhe bëhet akoma me konsistencë më e fortë, do bëj një qëndrim, sepse ata nuk e kanë nxjerrë veten kështu në shitje, nuk ka që lirë, nuk janë ato kanë bërë karrierë. Janë politikanë karrierë. Kërkesa është jep dorëheqjen për çdo i thon deputet do i thon Ramës jep dorëheqjen. Shikoj, një minutë. Se kjo është kërkesa për e tha Ali, një minutë, se ka një kërkesë që është lokomotiv, ka disa të tjera, mos mendoni se fillojnë kështu. Ata vinë... Ato 4 kërkesat e mjedisit mund të t'i firmosë që sot e di Rama, po ta dinte që nesër mbyllë protestat. Ato t'i firmosë direkt, po çështja është që janë 4 të tjera shumë të rëndësishme. Shiko, unë e thash në fillim dhe nuk ndoshta s'flas më sonte, disa zhvillime ylli janë të lidhura. Jo, diçka do të thuash, se kemi edhe 2 pyetje të tjera. Disa zhvillime, edhe për këtë pjesë, janë të ndërvarura nga zhvillime tjera, që janë edhe me ndërkombëtare, që kanë të bëjnë edhe me zhvillimet brenda që kanë të bëjnë me hetimet e SPAK-ut. Pra ka 2 fuqi madhore që nuk kanë asnjë lidhje me protestën, por që ushqejnë protestën me produktin e tyre. E përmendi tani pak, e përmendi pak më parë, jo Andi, jo tani, që është propozuar një hetim, një ngjarje e pashë, një hetim për nga deputeti shumicës, për të hetuar këtu, dhe më thënë, lidhje me pastrimin e parave. Po duhet pranohet ajo, po së pranohet. Do pranohet, po do shikosh që... Vështirë për të pranohet. Po ai që e ka bo nuk është një skot, sepse nuk është i opozitës, nuk e ka bo kështu për zhurë. Ai që e ka bërë është njeriu që është marrë me 2 pasunorët e mëdhenj të Ka lëbuar për këta 2 sirianët. Për 2 sirianët. Që rinë Katar, Katarin ata.
Po them, Ky ka lobuar për këta dy, njeriu që e ka bërë këtë gjë. Ylli, po them këtë që, pra, ka zhvillime paralele që janë, si me thënë, komplementare. Jemi okay. Dhe Tani, të shikohet në funksion kësaj. sa i rëndësishëm, me pak fjalë dhe thoni këtë, nuk do zgjateni presh, sa i rëndësishëm është roli diasporës në këtë protest? Pse është diaspora ka që interesuar të aktivizohet në protest? Arlin, që keni vënë re? Kemi parë protesta në për ambasadat e Shqipërisë në botë, por dhe shumë persona nga diaspora që kanë ardhur në Tiranë për të protestuar. Ndërkohë kujtojmë që në zgjedhjet e kaluara diaspora ka votuar më së shumti për Partinë Socialiste. Si e shpjegon ti këtë risi, këtë ndryshim? Bisede fundit nga protesta, edhe kam pasur 10 të tilla gjatë ditëve. Qytetarë që ardhur nga diaspora dje, në protestë dje dhe sot, edhe më tha që nuk kam votuar do të thënë 2025. S'më vinte fleta, tha. U regjistrova, s'më vinte fleta e votimit. E sa njerëz e kam pësuar kështu, sa qytetarë shqiptarë nga diaspora, kam pas probleme me dokumentat, kam pas probleme me regjistrimin, kam pas probleme me marrjen. Njerëz në hall thotë. Pra njerëz që kanë dashur nëpërmjet votës ta ndryshojnë Shqipërinë. PS-ja ka qenë shumë e aftë sepse ka pas shtetin kontroll, ka pas patronazhistë vet në qytetet kryesorë u ka shqiptar, që ata të vetët ti regjistroj, tu aja fletën e votimit, shto pastaj presionin që bëhet nga familjarët e tyre në Shqipëri që thonë amani more majmë vendin e punës, por ama unë di të them që diaspora është masivisht kundër kësaj mënyre qeverisje që lidhet me Ramën sot, por në përgjithësi kundër sistemit vjetër politik në Shqipëri. Mos harroni diçka. Diaspora shqiptare janë njerëz që në një farë kuptimi janë përzënë nga Shqipëria. Pra njerëz që kanë dashur ta ndërtojnë jetën e tyre këtu, vazhdojnë duan ta ndërtojnë jetën e tyre këtu, por nuk i lë çfarë? Padrejtësia, mungesa e vlerësimit në bazë të meritës, mungesa e institucioneve publike, institucioneve sociale, mungesa e mundësive ekonomike. Prandaj diaspora po proteston gjithkund, domethënë ka protesta të mëdha në diasporë, përveç protestave simbolike ka qytete si në Itali, si në Londër, si në Gjermani e kështu me radhë, ku shqiptarët protestojnë masivisht dhe lënë edhe mbresa shumë pozitive të vendasit. Pra, sa bukur thonë vendasit, nga institucionet që ti shkon aplikon për leje në polici për protest, deri te qytetarët vërtet thonë sa bukur që po protestoni ju si në vendin që ju ka pritur. Po prapu, nuk mendoj që shumica e protestuesve edhe në ditën më të madhe janë nga diaspora. Dhe ky është miti që krijon Rama, do të thënë që Treqereku i Turr mos ditën e madhe vjen nga diaspora. Nga Maqedonia. Do kuptoni, këto sigurisht tek këtu mund të ketë, do të thënë, njerëz për shumica dërmuese aty janë qytetarë të Tiranës. Shumica dërmuese protestuese janë qytetarë të Tiranës, rinisht, për hapja ide që po vinë nga diaspora, krijon me të frymëzim, patjetër. Dalim të shohim. Pa një farë kuptimi është dhe budallëku Ramës që duke fryrë shumë ides që po bëhet nami.